e ulim pak këtu gradacionin tek mishi me salcën dhe përgatisim hudrën. Na duhet edhe hudra. I heqim këto flokët këtu. Tamam flokët. Në fakt hudra dhe qepët janë antibiotik shumë të mirë, me aq sa kam lexuar. Domethënë ndihmojnë shumë në sistemin mbrojtës edhe duhen konsumuar në vaktet tuaja. Se ka shumë skeptik që thonë nuk e konsumoj qepën apo hudrën, po janë vërtet të shëndetshme. Ata kanë hallin e aromës, po tani i bëhet dermani edhe asaj. Tani e zhveshim disa nga këto, sepse do e vendosim kështu si që është. A, do vendosim kështu si që është? Po, do vendosim kështu si që është. Ja, për shembull, kjo është një gjë e re, nuk e kisha parë. Nuk e kisha ditur që vendoset e tillë. Nuk e ke hasur. Jo, nuk e kam hasur. Ja, në fakt nuk është shpike imja, se nuk është shpikim gjë këtu. Unë vetë jam një amatore në kuzhinë, thjesht dashuroj gatimin, por më shumë të ngrënët. Shumë të ngrënën do ta gatimin. Po, kështu që duke qenë se dashuroj gatimin, unë s'është se mund t'ja lë në dorë dikujt tjetër, se pa le si gatuan, më mirë jam e sigurt, gatuaj vetë, jam e sigurt që në fund do ha mirë. Sepse i din fiksa ato recetat se si duhet. Po kështu, jo, po kështu ka nisur domethënë dëshira për të gatuar. Atëherë, e presim pak këtu, fundin. Ja, kështu. Dhe do e vendosim. Pra presim vetëm fundet. Atëherë, kjo është mënyra ime gatimit të çomlekut, ë. Patjetër që ka dhe mënyra të tjera, çdo familje ka të vetën. Kështu që mos na kryqëzoni në rrjetet sociale, thjesht jepni versionin tuaj. Si e bëni ju? Jam shumë dakord me Lirën në fakt, sepse ne jemi këtu për të sjellë një gatim siç e bëjmë ne dhe për të ndihmuar ndoshta ato që nuk dinë të gatuajnë fare. Kështu që për këshilla dhe për gjëra të tjera, secili e bën sipas mënyrës së tij, po këto receta janë vërtet të shijshme. Atëherë hudhra këtu, ngadalë do lëshoj aromën e saj dhe më thon cila është arsyeja që unë e vendosa të plot. Në fund, po të duam, mund ta lëm ashtu, sepse ajo thjesht po ta shtrydhësh do i dali ai brumi vet, lëngu i vet, të gjithë aromat, por për ata që nuk e duan dhe aq, ajo thjesht do lëshoj pak aromë dhe ne mund ta heqim kështu siç është, kështu që nuk mbetet asgjë brenda. Ide shumë e mirë në fakt, nëse nuk duhet ta konsumojmë hudrën, po thjesht i japim pak aromë, duke pak aromë edhe kaq. Pastaj kur gatuhet nuk është se mbetet një aromë e shumë e fortë dhe që të japi bezdit të tjerëve. Ja ku mësuam një gjë të re. Jam shumë e lumtur për këtë sekretin e hudrës, që do ta vëmë në jetë kur të gatuajmë. Ja dhe qepujka po bëhen. Atëherë, këtu pothuajse kemi përfunduar. Shiko sa bukur. Janë bërë të karamelizuara. Pikërisht. Kjo është karudisja që na duhet. Me këtë ngjyrën e bukur këtu. Pra në një pamje të tillë janë bërë. Po, dhe të pazhveshura. Është kokra siç e kemi hedhur në fillim. Thjesht ka marrë një ngjyrë shumë të bukur. Janë karamelizuar. Tani për lehtësi të vazhdimit të punës, unë do të përdor këtë tiganin këtu. Do t'i transferojmë te ky pse, sepse ky është një tigan i cili bëhet transformohet edhe në tavë dhe futet në furrë. Kështu siç është. Po ne e transferojmë direkt në tufë nga një tigan i madh le të themi bëhet i përshtatshëm për furrë. Atëherë i transferojmë këtu tek ky tigan i fantastik i Aza Electronics, i cili përdoret si për pianorën sipër ashtu edhe për në furrë. Okej. Dhe po këtu do të shtojmë edhe përmbajtjen e këtij tigani tjetër të vogël, ku kemi mishin me qepën e gririmët, salcën e domates koncentrat, një lugë, vajin e ullirit, si dhe hudhrën, të cilën do e heqim pak më vonë. Do i lëm këtu bashk, të marrim një val,
Por ndërkohë, ne do ju shtojmë e mirë, ashtu, duhet ta provoni, po. Për moment, jemi duke ecur mirë. Jemi duke ecur mirë. Atëre, do ju shtojmë 2 gjethe dafine, të cilat duhen patjetër te ky gatim. E kërkon këtë. Do ju shtojmë ca kokra piper, kështu të plota. Pra i pak grirë këtë herë, piperi kokër. Dhe pak fare kështu. Edhe të kryrë. Pak fare. Kaq. Do ju shtojmë ujin. Po. Uj pak a shumë, sa duhet e lira? Uj do t'i mbulojmë. Të mbulojmë? Okej. Jo shumë. Po gjithsesi nuk është se rrezikojmë sepse këto do kalojnë edhe në furrë dhe do rrinë për një kohë të gjatë. Përse të gjatë? Jo sepse duhet shumë kohë për të bërë, se mishi siç e peti ishte një mish shumë i mirë, që pujkat po pothuajse mund të konsumohen edhe tani në këtë gjendje siç janë tani, por do lidhen me njëra tjetrën dhe do krijohet një lëng më i lidhur, ta pinë ujin dhe shija do jetë shumë e mirë sepse dhe erëzat do kenë lëshuar të gjitha ato aromat e tyre. Atëherë më duhet dhe një lugë e vogël. Dhe i hedhim dhe një lugë të vogël me piper, me spec të kuq, të ëmbël. Nuk është pikant? Jo, nuk është pikant. Për gjithë ato që nuk e duan pikante, pra? Pastaj pikante nuk e di. Mund ta shtojmë. Ajo varet sipas dëshirës. Sipas dëshirës dhe mund ta shtojmë në pjatën e tyre. Okej. Japim një trazim të lehtë për të mos prishur formën. Dhe për kripën do më kujtosh që do ja hedhim kur pothuajse të jenë gati. Gjithashtu edhe që mos harrojmë një përbërës të rëndësishëm, uthulla, duhet dhe uthulla për t'i dhënë një shije pak të athët, por që e kërkon. Pse? Sepse kemi shumë ëmbëlsi. Edhe kjo ëmbëlsia që pujkave, po, do të shkon shumë pastaj në atë aftësinë që i jep uthulla. 2 lugë uthull në fund. Si balans. Afër fundit. Afër fundit. Tani pasi të marri kjo val këtu, ne do e transferojmë në furrë, të cilën unë e kam para ngrohur, dhe me 190 gradë, po jo më shumë 110-190, ajo do rri pothuajse 1 orë gjysmë, deri kur të jetë bërë ashtu siç duhet. Plotësisht. Po. Që nga aroma duket që kemi bërë një punë të mirë deri tani. Më duket pas kam qenë në mbar, nuk shkoj asgjë keq deri tani. Patjetër, dhe tani që mori dhe një val këtu, të gjitha, unë them që është gati për ta transferuar, kështu siç është, do ta fusim në furrë.